Prej mbi 1.700 studentëve sa ka gjithsej Universiteti i Gjakovës Femi Agani, ky ishte numri i studentëve që bojkotoi ligjëratat në këtë institucion të lartë arsimor. Parlamenti i studentëve të Universitetit të Gjakovës njoftoi dje se do ta bojkotojnë mësimin dhe kështu edhe vepruan sot, derisa sipas tyre të realizohen kërkesat e tyre. Vetë prezenca e kryetares është politike. Zonja Mimoza Kusari Lila është zëvendës presidente e partisë, është kryetare e komunës, ka disa pozita tjera politike. Andaj ne, si parlament studentor, si përfaqësues studentëve, kërkojmë që të mos ndërhyjnë punët e universitetit. Me kërkesat e studentëve është bashkuar edhe dekani i filologjikut Kamber Kamberi, i cili thotë se me vite janë bërë shkelje të mëdha në këtë universitet. Studentët nuk duhet të injorohen edhe kërkesat e tyre, sepse edhe ata i kanë, si pas mendimit tim, disa kërkesat të arsyeshme, sepse nuk është e ullës askush nga administrata, askush nga udhëheqja, askush t'i fyej studentët, t'i quaj në forma të ndryshme dhe t'ju bëj presione. Për këto ka argumente dhe ka fakte dhe janë të njoftuar deri në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Por shumë studentë të tjerë sot vijuan ligjëratat pa u frustruar nga kolegët e tyre, bile u interesuan të mësojnë saktësisht se kur janë ligjëratat e pasdites. Do të mësojmë. Faleminderit. Derisa potencuan se kërkesat e disa studentëve nuk janë të drejta. Me shoh këto nxënëse që bëjnë protesta kundër bojkotimit, duhet mëndajt larg këtën politikës me vazhdu ligjërata dhe mësimin. Edhe profesorët e tjerë të këtij universiteti, qysh herët në mëngjes u pan të jenë paraqitur në katedrat e tyre për të mbajtur mësim. Ata thanë se i kanë edhe listat e studentëve që janë paraqitur në ligjërata, ku sipas tyre pak kanë munguar. Sipas orarit agjendës që është e paraparë në Fakultetin e Edukimit, me vitin e parë të programit parashkollor, kanë qenë parafërsisht një 30 student, çdo gjë ka shkuar në rregull. Unë s'po kuptoj çfarë po kërkojnë. Kur vetë ministri, profesori i nderuar, zoti Arsim Bajrami, ka përzgjedh bordin, ka bërë dhe janë sipas kritereve të caktuara, sipas statutit të Universitetit të Gjakovës, është absurde të kërkojnë gjëra të tilla. Nga ana tjetër, sekretarja e Universitetit të Gjakovës, Linda Dula Halilabazi, u shpreh se në të gjitha programet ka vazhduar mësimi normalisht. Në Universitetin e Gjakovës, në fakultetet përkatëse, mësimi është mbajt. Unë kam kontaktuar me zyrtarët e administratës në Fakultetin e Mjekësisë, ku ligjëratat mbahen me rregull, po ashtu edhe në Fakultetin e Edukimit. Sa i përket Fakultetit Filologjisë, aty kanë qenë duke u mbajtur ligjëratat me rregull, por kemi informata se 2 studentë kanë hyrë në një klasë ku ka qenë duke u mbajtur ligjërata, edhe i kanë ftuar studentë të tjerë të dalin nga klasa. Si duket ata kanë dalë nga klasa, po për informata më të hollësishme, atje duhet të shkojmë të vizitojmë atje. Përndryshe para 3 ditësh, Shaban Buza është emëruar rektori i ri i këtij universiteti dhe stafi këtueshëm shpresojnë shumë që gjërat të vijnë në vend dhe të fillojë puna për së mbari.